Përshëndetje miq, sot kemi recetën kompekaj me arra. Për këtë recetë na duhen 10 pejë të gatshme për baklava. I kam prerë në formën e tepsisë, 5 pejë i vendos lart dhe 5 pejë i vendos poshtë duke i lyer me gjalp. Në një tas shtoj 8 vezë dhe 8 lugë sheqer. Vezët do i raj me elektrik dore. Këto e kam marrë tek Rosmalala me 20% ulje. Jo vetëm këtë, por të gjitha pajisjet elektroshtëpiake të firmës Edenwelt i gjeni me 20% ulje në Rosmalala nga data 3 dhjetor deri në 15 dhjetor. Pasi vezët janë rahur, shtoj 10 lugë sheqer dhe 2 lugë kakao. I përziej mirë, shtoj një fryrës për ëmbëlsira dhe 150 gram arra. Arrat i kam ngrirë me këtë blenderin që e kam marrë tek Rosmalala me ulje. Pasi i përziejmë të gjitha, masën e vendosim në tepsi dhe sipër vendosim pejtët duke lyer me gjalp, e pjekim në furrë në 200 gradë për 35 deri 40 minuta. Për shërbetin na duhen 800 gram sheqer dhe 600 ml ujë. Do i ziej 7 minuta dhe sherbeti duhet i nxehtë, kompekaj i ftohtë. Kjo ishte receta, ju përshëndes. Kalofshi bukur.